Mirëmbrëma populli shqiptar, e mirë su djeta në shtëpinë teme. Duhet të falenderoj për zemërsisht shpresën e kombit, e ardhmja e Shqipënisë me kufi natyror. Duhet ju bëj thirrje popullit shqiptar për mi gjitha djem e vajzave në mërgim, si në Evropë, po ashtu edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, në Australi. Kjo është momenti i funit i tokës shqiptare. Tash 100 e sa vjet, ky popull vua, i përçam, i dam, i internuam e integruam në mënyrën mash njerëzore. Këta që janë sot në pushtet, kanë sajua e kanë sistemua në të mënyrë terrenin, sa që thom nga krahina jonë nuk bako si ujma. Vllazën e motra, unë jam një mërgërimtar si çdo pjesëtar familje shqiptare. Kam tash 30 vjet që jetoj për te kufinit në tokën italiane, duhet të falenderoj tokën italiane që më ka ban me ecë përparan, me vështirësi, me vujtje shumë të mëdha, por me dignitet, me respekt për punën, si që kena pas zakon gjithmonë, krejt shqiptarët janë kanë punëtor, por nuk është dhënë rasti. Me këtë rast, dua të përqendrohem pak për këtë vend. Për këtë vendin tonë që çdo mërgimtar e ka pik dopt familjen, tokën, shtëpinë edhe rajt e veta. Tanë pjesëtarët e familjes tona që nuk janë ma, ndodhen këtë tokë këto të shenjtë. E pra ne as me arë me pruni tu flule, përveç sa kohë që mund vim për pushime, ose për halle, o për taksirade, ose për martesa e fejesa familjare, shkojmë të vorët tona. Sepse kështu na usull jeta jonë, jo për fajtanë, por për faj të atyne që na kanë komanduar gjithmonë në mënyrë të shtrenjtë. Por sot, me nim të Zotit, e me nim të dyne flamujve këtu, që janë bashkë për herë të parë, ne do ecim përparan, nuk e kemi me muaj, por e kemi me minuta e me ditë. Besoni të shpresa e kombit, besoni të bashkuam do të dalim. Kena vujt bollë, na ka ardhë momenti ynë, mos të kena frigë. Mos të kena frigë për këtyne njerëzve që na kanë përqa, na kanë prish familjet, na kanë marrë tokat, na kanë ba me ikë, pa bukën bark e pa tesha në shtatë. Më falni për gjuhën se po ja u thom taman malsorçe, me shpirt të pastër. Do falenderoj shpresën e kombit për misionin, për detyrën që më kanë caktua si sekretar shtetit, që ma dha këtë mundësi me i dalë Zot t'i dheut e kësaj tokë. Këtyne raje, kjo tokë është e lame me gjak. E sot unë jam një person shumë i vujtun. Vin nga një nga shtëpi me themele shumë të forta, ma shumë të vujtuna. Shumë të lanuna masdorët e pa asnjë drejt. Por sot, digniteti, pastërtia, Zoti është mi gjitha. E pra populli shqiptar, unë prej sot, edhe deja ditë që des, do t'i dalë Zot këti vend, kësaj tokë, edhe këtyne vllazën e motra. Pika jone fort është digniteti, respekti, familja, përgjegjësia edhe nërgjegjshmëria. Ne nuk jena të fort me të butin, me fukaran, me atë pa kanonin. Ne jena shumë të but. Ne do t'jemi, edhe sot jena, të fort me të fortin. Nuk kena lidhje, as nuk kena rajt
e të në këtyne partive që në konë komandua tash 100 e sa vjetë. Ma mi gjitha 35 vjeqarin e funit. Që në banë me ikë djem e vajza. Ta djem e vajza kanë vujtë shumë. E njën nga ta jam edhe unë. Kanë vujtë nga ana e gjuhës, nga ana e punës, nga ana e shpis, nga ana e integritetit, nga ana e dokumentve. Edhe nuk këna pas një ambasador, as një person të shtetit tanë me në dalë për zët në tokat huaja. E pra vllazën e motra, ka ardhë koha e bashkimit. Bashkimi ban fuqin. Në qoftë nani se nuk bashkohna sot, na, kur du mu bashkua, kur du me i prunë fëmijën tanë në këtë tokë, po harrojnë gjuhën, po harrojnë prejardhjen. Tanë njerëzimin e për shtetet botës s'postohet për punë një periudhë shkurtën, por kthehet gjithmonë në rajtë veta. E pra populli shqiptar ka ardhë koha e bashkimit, ka ardhë koha e fitimit. Për herë të parë, sot nëllemi një moment që ka kush me në prinjë, se fatkesia jonë, që i kena dhonë drejt, o dasht, o pa dasht, por të paktën këta na kanë drejtua ata personat e shtremt. Nuk ka gjama të shtirë, as gjama të keqe në jetë, kur hipën komandë njëri keq, shpirt keq, e të komandën, e të shkatërën psikologjikisht e familjarisht. Prandaj populli shqiptar të bashkohna, shpresës demokrate, fitimi shqiptar, bashkimi familje, edukata, pasunojmë rajtë toja, se në kjoft nëni se nuk dim se prej ka vim, as nuk do dim se ka shkojmë. Shpresa demokrate në programin e sajna ka pikat kyqe të familja, të pasunia e pa lkunun, e pa mrojtën prej partive tjera. Por shpresa demokrate ka caktua njerëz të duhun, njerëz me shkollë, njerëz vizionar, edhe njerëz që kanë jetua, si jashtë Shqipërijet, si edhe në Shqipni që ndodhen sot, si unë maj pari që kthehem në gjdo moment e në gjdo sekund. Në këto ditë, në këto javë, në këto muaj, ne kemi ban programin, kemi punua shumë në heshtje. Ne nuk duhem të flasim shumë. Pik i pari jam unë, se puna kallzon vetë. Kush din, punon. Kush nuk din, flet. Fjalët kjo kena lanë të tjerve. Fjalët të kohët e funit, po flasin bollë. Por gja nuk janë të ban. As nuk din se ka shkojnë, as nuk din se që ka flasin. Ky popull është ban i hutuum, jo për fajt vetë, se populli shqiptar është shumë inteligent. Por mkati i shqiptarve është që kanë marrë të dy persona, se këto thonë janë dy parti, janë dy persona që e dajnë tortën, i thonë italisht ma e dajnë mezen, e dajnë për gjys, e dajnë mënyrët vetë, por jo për shqiptar, por jo për familje. Nuk ka regull, nuk ka uj, nuk ka drita, nuk ka rrugë, nuk ka zjarës fiksje. Nuk ka ilaçe, janë spitalet pa ilaçe, me ilaçe s'ka dume. A ka kun ma krim në 2025-ën. Gjdo rallë që vinë këtë tokë, vi me një çantë në dorë, plot me ilaçe. O për prinët, o për kushrinit, o për misit. Nuk ka mundësi me i nëllë populli shqiptar kjo punë. Dë bashkohna populli shqiptar, është mkati i Zotit. Jena kanë gjithmonë vizionar, jena kanë popull trim, jena kanë popull bujar, ma mi gjitha jena kanë popull besnik. Të lidhim besen me shpresën e kombit, me shpresën demokrate, të dy flamon shqiptar-amerikan, që për herë të parë janë bashkua, sot e nesër e për gjithmonë, për të mirën tanë, për të mirën e fëmijëve tanë, për të mirën ata prind, ata gjysha, ata stërgjysha, që i kanë dërgjak, që i kanë vra, i kanë prej, i kanë internua, edhe sot shumë të në njerëzve nuk u dihen as eshnat se ku i kanë. E pra populli shqiptar, mos ta kena memorien e shkurtën, se është gjunafi i Zotit,
po na vret Zoti, po na vret toka e të parve tonë që nuk po i dalim Zot. Është gjoja më e kollajt në momente çtira me ja kthy shpinën. Është gjoja më e kollajt që shtu niste unë më i pari, me ne atje ku kam sistemuar jetën. Se unë nuk kam me jetua kësë sa kam jetua. Por unë menoj për të partë mi, për të partë shqiptarve, për këtë tokë, se për këtë tokë ka ndek shumë njerës. Na kanë vra, na kanë prej, por kur nuk i kena kthy shpinë. Gjithmonë kena registrua. E pra sot që jena bashkua, jena shumë, por du mu ba ma shumë, se populli shqiptar nuk jena esa na ka ndikeru gjithmonë. Jena shumë ma shumë. Fjallën e funit që kam për të thonë, me përsërit bela edhe 2 herë, edhe 3 herë, djem e vajza, që jeni të shkollume, ku do që tini, aman Zotit, ti dalim Zot kësaj tokë, ta bajmë këtë qeveri në mënyrën ma perfekte, e meriton këtë popull, e meritojmë na, e meritojnë fëmija tanë. Ne lullzume, ku do që i kena shkua, shqiptarët kanë lullzua. Por mos të harrojmë se rajti kena këto. Mos të harrojmë se të paktën 2 herë në vjet, 3 herë në vjet, ne na merr malli me ardhë tonë, na mund në me shkolla në shtetet tjera, por jo, kthehna në shtëpi tanë. Është toka ma e amël për ne. Ajo buk, edhe në qoftë se buk Kolomoqit, edhe një mbelsirë që i bahet këtu, na duket ma mirë se sa atje ku jetojmë, ka 20 vjet, 30 vjet, 50 vjet, pak rëndësi ka. Por, kthimin e kena gjithmonë me men e me trupën këtë vend. Ti dalim Zot se na ka ardhur koha. Koha e bashkimit, e koha e fitimit. Ky popull e meriton, kjo tokë e meriton. Rof Shqipnia me kufi natyror, rof Dardania, rof Macedonia, rof Qameria e rof Malizi. Ju përqafoj të tanve, ju uroj t'ja kaloni një natë sa më të mirë, mami gjitha menoni, aman menoni për bashkimin, qysh sonde, nesër e përgjithmonë, bashkimi ban fuqin.